Krye prokurori Kocevski e dorëheqje nuk e pret kuvendin që ta shkarkoj. Gjua shqipe bëhet mollë sheri mes deputetëve dhe të opozitës dhe pushtetit. Ministria e Shëndetësisë do të hetojë rastin e foshnjës së vdekur në klinikën e ginekologjisë. Gjatë vitit të kaluar, mërgjimtarët sollën 310 milion euro në Maqedoninë e Veriut, shuma është e barabartë me 2% të bruto prodhimit vendor. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Krye prokurori Lupço Kocevski ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga detyra pasi vlerëson se procedura për shkarkimin e tij është politike. Dorëheqja e Kocevskit erdhi një orë para seancës parlamentare për shkarkimin e tij. Kocevski theksoi se në propozim për shkarkimin e tij nuk ka prova për shkelje të rëndë disciplinore, ashtu siç e kërkon ligji, por kërkesa për shkarkim është të bërë siç thot ai, sepse ka folur hapur për kushtet e vështira në të cilat punon prokuroria. Ndërkaq, kuvendi konstatoi dorëheqjen e kryeprokurorit Kocevski. Procedura për shkarkimin tim është politike, prandaj jap dorëheqje të parevokueshme. Kështu shpreh kryeprokurori Lupço Kocevski në konferencën në të cilën njoftoi për largimin e tij. Ai dorëheqjen e dha në të njëjtën kohë kur ishte caktuar seanca në kuvent ku deputetët duhej të vendosnin për shkarkimin e tij. Ai shpreh se është e qartë se propozimi për shkarkim nuk bazohet as në ligj dhe as në fakte, por përkundrazi përfaqëson një precedent me pasoja të gjera për pavarësinë e prokurorisë publike. Procedura për shkarkimin e tij përveç se është politike, thot ai, është edhe e paligjshme dhe se provë për këtë shton se është ftesa për pjesëmarrjen e tij në seancë ku duhet të diskutohej shkarkimi, i ka arritur vetëm një orë para nisjes së seancës. Funksionin që e kanë kryer më pak se 2 vite, e kanë kryer me dinitet dhe largon krenar dhe me kokën lart, por ish gënjur për shkak të mosrespektimit të parimeve mbi të cilat bazohet sundimi i ligjit. Provë për këtë është se sot deri në orën 10, pra vetëm një orë para seancës së caktuar, më është dërguar ftesë e kuvendit për të marrë pjesë në seancën ku do të diskutojë shkarkimi im. Propozimi për shkarkimin nuk më është dorëzuar dhe nuk kam për çfarë të deklarohem. Prokurori publik Kocevski theksoi se në propozimin për shkarkimin e tij nuk ka prova për shkelje të rëndë disciplinore ashtu siç e kërkon ligji, por kërkesa për shkarkim është bërë siç thot ai, sepse ka furur hapur për kushtet e vështira në të cilat punon prokuroria, pa kuadër dhe resurse të mjaftueshme, ndërsa shtoi se kjo është për shkak mjeteve të pamjaftueshme që prokuroria publike merr nga buxheti i shtetit. Vendimi për të filluar procedurë për shkarkimin e tij u mor në seancën qeveritare më 9 dhjetor. Më 29 korrik parlamenti votoi për interpelancën në lidhje me punën e Lupço Kocevskit. Partia në pushtet e ka quajtur fitore të madhe dorëheqjen e kryeprokurorit Lupço Kocevski. Sipas VMRO-s, vetë prokurori e pranoi se prokurori publik nuk mund të vazhdojë të funksionojë me legjitimitet të humbur. Në anën tjetër, LSDM thekson se presioni mbi ndërimin e prokurorit publik është pjesë e skenarit të DPMN-s për marrje të plotë të prokurorisë dhe gjyqësorit. Dorëheqja e Lupço Kocevskit për VMRO DPMN përfaqëson fitore të rëndësishme për sundimin e ligjit. Kjo dorëheqje jep fund sipas tyre një periudhe të errët në të cilën prokuroria perceptohej si një mekanizëm partijak, jo si një institucion i pavarur në shërbim të ligjit. Për herë të parë edhe vetë prokurori e pranoi atë që gjithë opinioni e thoshte, se prokurori publik nuk mund të vazhdojë të funksionojë me legjitimitet të humbur, në mbarën e drejtimit të politike dhe me drejtësi selektive. E nga LSDM thonë se gjithçka është sinkronizuar. VMRO dhe Mickoski shtojnë ata, po e marrin gjyqësorin dhe prokurorin. Presioni për ndërimin e prokurorit publik është pjesë e skenarit të DPMN-s dhe Mickoskit për marrje të plotë të prokurorisë dhe gjyqësorit për ndjekje politike, akuza të sajuara penale, lajme të rreme, manipulim, abuzim me institucione të partizim. Madje e liruan edhe Katisa Janevën për të ju shërbyer sulmjet në fushatën politike.
VMRO vazhdimisht e ka akuzuar LSDM-n se Kocevski është prokurori i tyre dhe i mbron funksionarët e tyre. Kocevski në krye të prokurorisë është zgjedhur gjatë qeverisë së kaluar LSDM-BDI. Gjua Shqipe ka përplasur deputetët e opozitës shqiptare me kryeparlamentarin Afrim Gashi, deputetët e Frontit Evropian Rina Hajdari dhe Riad Shaqiri. Akuzuan për mos përkthimin e materialeve në gjuhën shqipe, ndërkohë kryeparlamentari Gashi tha disa herë se materialet janë të përkthyera në shqip. Gjua Shqipe, përdorimi dhe mos përdorimi i saj është bërë mollsheri mes pozitës dhe opozitës. Deputetja e Frontit Evropian Rina Hajdari kritikoi kuvendin për shkelje ligjore dhe mos përdorim të gjuhës shqipe. Materialet nuk janë të përkthyera, ka një kohë të gjatë që materialet nuk përkthehen në gjuhën shqipe dhe ne kemi adresuar këtë deri tek ju si problematik, edhe deri tek shërbimet, edhe tek ju si kryetari i kuvendit. Gjitha materialet të cilat janë vendosur sot në rendite, në seancë, nuk janë të përkthyera në gjuhën shqipe. Të gjitha materialet të na dorëzohen neve si deputet që të mundemi për të njëjtat të diskutojmë. Hajdarit i reagoi kryetari i kuvendit Afrim Gashi. Gjitha materialet janë të përkthyera në gjuhën shqipe. Gjitha materialet janë të përkthyera në gjuhën shqipe. Gjitha materialet Mos më detyroni ta them 1 milion herë. Kritik për Shqipen dhe mos përdorimin e saj drejt kryeparlamentarit Gashi kishte edhe deputeti tjetër opozitar Riad Shaqiri. Materialet që vijnë prej qeverisë duhet të jenë domethënë në mënyrë të thukt, precize, të shkruar në gjuhën shqipe. Në memorandumin e qeverisë që del prej arkhivës së qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, titulli thot Republika është e Maqedonisë së Veriut. Kisha dashur ju si kryetari i kuvendit të reagoni qeverisë dhe mos pranoni kësaj lloj materialesh. Ja ku e keni, ja vap si dëshmi ta keni. Urdhëm. Edhe për Shaqirin, Gashi kishte përgjigje. Çdo material që vjen përkthehet në gjuhën shqipe, pastaj hyn në procedurë. Ndonjëherë që në seancë plenare, për shkak se materiali vjen më shpejt, njëherë bëhet maqedonisht, pastaj përkthehet, shërbimet e sjellin njëherë maqedonishtën, pastaj përkthehet, dhe unë kërkova sot tash brenda kësaj pauze që të rregullohet kjo çështje, domethënë ose ti sjellin të dyjat në të dy gjuhët ose mbetet materiali vetëm në parlament. Kjo nuk është hera e parë që deputetët shqiptar pjesë të opozitës kritikojnë pushtetin për mos përdorim të ligjit të gjuhëve, respektivisht për mos përdorim të gjuhës shqipe. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka përplasur përsëri koalicionin Vlen dhe BDI-n. Sipas Vlenit, faktet janë të pamohueshme pasi për të njëjtin ligj mendim pozitiv ka dhënë edhe Komisioni Venecias, ndërsa sipas nënkryetarit të BDI-s Bujar Osmani, ky ligj është shembull klasim i mashtrimit politik pasi zhvendos barazin nga e drejta në dëshirë nga obligimi në politikë publike. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka përplasur përsëri koalicionin Vlen dhe nënkryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, ku të parët e lëvderojnë e Osmani e kritikon. Nga koalicioni Vlen theksojnë se ligji ka marrë vullin evropiane dhe së shpejti do të hyjë në parlament. Sipas tyre, ligji i ri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është dëshmia më e qartë se ajo që për 2 dekada është përdorur si slogan, alibi dhe vegël shantazhi politik, po shndrohet në standard ligjor të mashëm dhe të zbatueshëm. Për herë të parë, përfaqësimi i drejtë nuk mbetet peng i vullnetit politik qeverive, i pazareve partijake apo i manipulimeve zgjedhore, por rregullohet me ligj të qartë, të detyrueshëm dhe të mbikëqyrshëm. Me këtë ligj, Vlen e mbyll hallkën kyçe të marrëveshjes së ohrit. Sipas Vlenit, faktet janë të pamohueshme, pasi për të njëjtin ligj mendim pozitiv ka dhënë edhe Komisioni Venecias dhe se ky vlerësim sipas tyre e rrezon përfundimisht propagandën e BDI-s, e cila ata thonë se për vite fliste për përfaqësim, po kur nuk pati guximin të rregulloj atë me ligj. Nga ana tjetër, nënkryetari i partisë opozitare BDI, Bujar Osmani, thotë se ky ligj është shembull klasik i mashtrimit politik. Sipas tij, ligjet nuk bëhen për njerëz me qëllime të mira, por ai thotë se ligjet bëhen pikërisht kur vullneti i mirë mungon për të mbrojtur qytetarët nga padrejtia dhe arbitrariteti i pushtetit.
Balencuesi ka vepruar para punësimit ex ante, e ka parandalu shkeljen, nuk e ka regjistru pasi është bë dëmi. E ka kthy barazin nga vullneti lirë në detyrim kushtetues. Ky propozim ligj i ri e bën të kundërtën, e zhvendos barazin nga e drejtë në dëshirë, nga obligim në politikë publike, në një shoqëri me paragjykime reale etnike. Osmani thot se kur ligji lën hapësirë, padresia gjithmonë e shfrytëzon. Ai thekson se ky ligj nuk duhet të kaloj, pasi siç thot Osmani, është paketim i një çmontimi me titull të bukur dhe përmbajtje bosh. Balencuesi, shton Osmani, ishte instrument konkret për zbatimin e amandamentit 6 të Kushtetutës, jo deklaratë politike dhe i ka mbrojtur të gjitha komunitetet në çdo nivel. Ish kryetari 2 mandatësh i Gostivarit Nevzat Bejta synon mandatin e tretë, por kësaj here në logon e koalicionit Vlen. Bejta tha se rikthimi i tij vjen nga kërkesa e qytetarëve pa dallime politike apo etnike. Bejta u shpreh bindur se me fitore më 11 janar, pasi siç tha ai, ka dhe mbështetjen e VMRO-s dhe Partinë e Romëve. Kandidimi i Nevzat Bejtës për komunën e Gostivarit ka ngjallur skenën politike në atë komunë. Bejta, i cili ka udhëhequr me Gostivarin për 2 mandate, synon të fitojë edhe mandatin e tretë, ndërsa kësaj here ai do të garojë në llogën e koalicionit Vlen. Në emisionin Debat në Shenja, ai deklaroi se rikthimi i tij erdhi si rezultat i kërkesës së shumicës së qytetarëve të Gostivarit, por theksoi se mbështetja për kandidaturën e tij ka qenë gjithëpërfshirëse, pa dallime politike apo etnike. Më rikthyen qytetarët e mi. Ishte kërkesë e shumicës së qytetarëve të Gostivarit. Pa dallim kuj partije politike i takojnë. Pa dallim kuj nacionaliteti i takojnë. Gostivari është i gjithë dhe qytetarëve. Gjithë qytetarët e duan qytetin e vetë ta shohin sa më bukur. Në periudhën e shkuar, për 8 vjetë, qyteti i Gostivarit u shkatrua. U shkatrua arsimi. U shkatrua, u mbush qyteti me mbeturina. Higjiena në nivel shumë të ulët. Urbanizmi, kultura, jo kujdesja për njerëzit me aftësi të kufizuara. Edhe anketimet që i bëm tregonin se unë dal fitues. Bejta madje është për i bindur se më 11 janar do të triumfoj dhe do të kthehet sërish në koltukun e të parit të Gostivarit. Ai tha se do të ketë mbështetje edhe nga parti tjera, përfshirë këtu VMRO-DPMN dhe Partinë e Romëve. Dhe unë nuk jam si politikanët tjerë, unë jam pragmatik. Edhe unë kontaktoj me çdo qytetar. Edhe unë jam duke punuar prej mëngjes deri mbrëmje. Edhe vullnetin më të madh që ma kanë shtuar, edhe ma kanë shtuar edhe dëshirën që punoj edhe më shumë se kam mbështetjen e shumicës së qytetarëve. Dhe shumica e qytetarëve janë antar të partive të ndryshme politike. Por mbështetjen kryesore e bën qytetarët. Dhe unë jam mas i bindur se në 11 janar qytetarët e Gostivarit do ta festojnë fitoren e madhe të rikthimit të Nevzat Bejtës në kryet e komunës së Gostivarit. Kujtojmë se në komunën e Gostivarit, Vrapçishtit, Mavrov Rostushe dhe Qendër Zhub, në zgjedhjet lokale të 19 tetorit nuk u arrit censusi, pas çka në këto komuna zgjedhjet do të mbahen më 11 janar. Ministri Azir Aliu ka inicuar një mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese për rastin e vdekjes së foshnjës së porsalindur në klinikën e ginekologjisë dhe obstetrikës. Ndërkohë, klinika e ginekologjisë ka përgënjeshtruar pretendimet se vdekja ka të bëjë me gabim të personelit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë ka reaguar në lidhje me rastin e vdekjes së foshnjës së porsalindur në klinikën e ginekologjisë dhe obstetrikës. Ministria i ka shprehur ngushëllime familjes, ndërsa ka theksuar se me qëllim të përcaktimit të rrethanave dhe sqarimit të plotë të rastit, Ministria Azir Aliu ka iniciuar një mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, pas së cilës do të vijojë edhe një mbikëqyrje profesionale.
Në këto momente të vështira për familjen, lusim të pritën hulumtimet e mbikëqyrjeve dhe rezultati i obduksionit, i cili është i vetmi dhe përfundimtari për përcaktimin e shkaqeve të vdekjes, në mënyrë që deri në marrjen e rezultateve përfundimtare të mos krijojë shqetësim te familja dhe në opinionin publik. Si pastorjes hulumtuese të publikuar në media në Slobodën Peqa, deri te vdekja ka ardhur pas komplikimeve të shkaktuara nga trajtimi jo adekuat i mjekëve dhe kjo gjë nuk i është treguar familjes, por klinika e ginekologjisë dhe obstetrikës ka përgënjeshtruar pretendime se vdekja ka të bëjë me gabim mjekësor dhe i ka quajtur ato spekulime. Klinika për ginekologji dhe obstetrik ka një protokoll të përcaktuar me ligje që e ndjekën në rast të vdekjes së një foshnjë të posalindur. Protokolli parashikon shqyrtimin e rastit nga Komisioni për Cilësi, i cili në këtë rast nuk ka konstatuar ndonjë lëshim në trajtimin e të posalindurit. Hapi i radhës është obduksioni përcaktuar me ligj, i cili në këtë rast ende nuk ka përfunduar dhe përrjedhoj nuk mund të arritet në një përfundim përfundimtar nëse ka ekzistuar apo jo ndonjë lëshim në mjekimin e të posalindurit. Gjetja obduksionale është vetmja dhe përfundimtare në vlerësimin nëse ka pasur ose jo gabim në trajtimin e cilit do pacient dhe njëjta vlen edhe për këtë rast konkret. Në lidhje me rastin ka reaguar edhe Komisioni për Shëndetësi i LSDM-s, i cili kërkoi ndërheqje të menjëhershme të drejtoreshes së klinikës së ginekologjisë Irena Aleksiovska Papestiev për shkak të, siç theksojnë ata, fshehjes së rastit dhe dyshimeve për gabim mjekësor. Prindërit janë të bindur se vdekja ka qenë e pashmangshme, ndërsa dokumentet e brendshme të klinikës tregojnë për lëshime serioze në trajtim, deklaroi Elena Radeska nga Komisioni për Shëndetësi i LSDM-s. Gjatë vitit të kaluar, mërgjimtarët kanë sjellë në Maqedoninë e Veriut 310 milion euro, ose 2% të BBV-s. Rënja e transferave personale nga diaspora lidhet me ndryshimet të thella demografike dhe strukturore. Diaspora vazhdon të mbaj gjallë ekonominë e vendit, edhe pse parat që sjellën në vend vazhdojnë të ulen nga viti në vit. Gjatë vitit të kaluar, mërgjimtarët kanë sjellë në Maqedoninë e Veriut 310 milion euro, ose 2% të bruto prodhimit vendor. Transferet personal nga vendet e huaja për Maqedoninë e Veriut në shifra absolute shënojnë rënje në vitet e fundit, prej 319 milion euro në vitin 2023 dhe 331 milion euro në vitin 2022. Rënja transfereve personal nga diaspora drejt Maqedonisë së Veriut nuk është as e rastësishme dhe as e përkohshme, por lidhet me ndryshimet të thella demografike dhe strukturore. Vlerësimet tregojnë se rreth 700.000 shtetës të Republikës së Maqedonisë së Veriut jetojnë jashtë vendit, që përbën gati 35% të popullsisë së përgjithshme. Nga vendet e rajonit, më së shumti transfer vitin e kaluar kishte diaspora e Serbisë, e cila ka dërguar 4.47 miliard euro, pastaj vijon Bosnia e Hercegovina me 1.99, Kosova me 1.32, Shqipëria me 1.28 miliard dhe Mali i Zi me 345 milion euro. Ndërkohë, të dhënat e Eurostatit tregojnë se fenomeni i remitancave po merr përmasa gjithnjë e më të mëdha edhe në Bashkimin Evropian. Vetëm gjatë vitit të kaluar, banorët e Bashkimit Evropian dërguan 52.1 miliard euro drejt vendeve jashtë Unionit, një rritje prej 6%, ndërsa hyrjet e drejt familjeve brenda BE-s arritën 14.8 miliard euro. Në 5 vitet e fundit, ndalet e remitancave janë rritur me 51%, duke thelluar bilancin negativ të BE-s ndaj vendeve jo anëtare në 37.3 miliard euro. Këshilli i Bashkimit Evropian mirëpret faktin që integrimi evropian mbetet një objektiv strategjik i Maqedonisë së Veriut dhe i bën thirrje të intensifikojë përpjekjet e saj për të çuar përpara reformat që lidhen me BE-n. Kjo thuhet ndër të tjera në draft përfundimet e Këshillit të zgjerimit të BE-s përpara samitit të Unionit dhe udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor, i cili do të zhvillohet nesër më 17 dhjetor në Bruksel. Duke kujtuar përfundimet e korrikut 2022, Këshilli vëren se Maqedonia e Veriut ende nuk i ka miratuar ndryshimet kushtetuese për të cilët është zotuar. Këshilli konfirmon gatishmërinë e tij për të thirrur një konferencë tjetër ndërqeveritare pa vonesa të mëtejshme ose vendime shtesë politike, pasi Maqedonia e Veriut të ketë zbatuar këtë angazhim në përputhje me procedurat e saj të brendshme, thuhet në dokument. Në konkluzion, gjithashtu thuhet se Këshilli është gati të hapë grupin e parë të negociatave sa më shpejt jetë e mundur në përputhje me kornizën negociuese. Draft përfundimet bazohen në
në raportet e mëparshme të progresit të BE-s mbi vendet kandidate për antarësim në BE. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.